Qoftë se vutre ju, presidenti Costa, presidenti i Këshillit Evropian, në vizitën e tij, në mënyrë direkte të hapur, u ndal te Zvërneci, në të cilën i kujtoi Edi Ramës se duhet respektosh direktivën e Komisionit Evropian. Direktiva e Komisionit Evropian për peizazhin natyror është e tillë, mund të ndërtosh, mund mos ndërtosh e para, e dyta mund të ndërtosh duke patur parasysh 4 kushte. 4 kushte. Edi Rama nuk ka plotësuar asnjë kusht. Asnjë kusht. Ka dhënë lejen e zhvillimit pa përfillur asnjërin prej kushteve. Ndaj dhe presidenti i Këshillit Evropian ndalej dhe i kujtonte se Zvërneci është zonë e mbrojtur për Bashkimin Evropian dhe nuk ke autoritet të veprosh në kokë tënde dhe në xhepin tënd në atë mënyrë. Pra ka patur një seri zhvillimesh, ndërsa ky i quante Hoxho Bondo Hoxho e tjerë, me epitete. Cili prej jush pa intervistën e tij në CNN, turpi i shekullit, turpi i dheut, ju garantoj se Kim Jong-uni po të fliste nuk do fliste ndryshe. Rekej ti mushte mendjen gazetares se s'ka projekt. Po ti si edhe e lejnë e zhvillimit, kujti çfarë flet ti jam ta apo jo? Pse nuk bën publike, çfarë kriterësh ke përcaktuar ti? Në përputhje me direktivën Natyra 2000, e cila kërkon appropriate assessment, vlerësimin përshtatshmërisë, kërkon një seri, kërkon gjetjen e zëvendësimit të habitateve në qoftë se ato preken, dhe në qoftë se këto s'ndodhin ti nuk mund të ndërtosh. Është shumë e prerë. Të gjitha këto, ky i ka përcjell duke marrë sa shembuj se është ndërtuar në filan lagun, është ndërtuar në tjetër lagun. Në qoftë se ndërtohet në përputhje të plot me peizazhin dhe je i detyruar që çdo cenim të habitatit ta kompensosh. Jo ta kompensosh mbrapa dajtit, siç bën ai, që heq 100.000 hektar zonë të mbrojtur nga bregu, edhe fut vargmalet nga mali me gropa gjerë në Bulqiz si zonë të mbrojtur. Pra, kemi të bëjmë me një mashtrim shumë të madh. Dhe mendoj se kërkesat e paraqitura, të formuluara nga protestuesit, janë kërkesa që japin zgjidhje krizës. Ndaj dhe kërkoj me njëherë zbatimin e këtyre kërkesave. Është mashtrim me bishkt. Se kush do t'i zbatoj kërkesa tjera në qoftë se ti jep dorëheqje, po sa jeti fundi botës nga po i këti, do i zbatojnë kërkesa tjera, ata të cilët i kanë kundërshtuar ato akte që ke nxjerrë ti, ata të cilët kanë vite që kundërshtojnë me gjykata dhe në parlament dhe kudo korporatën tënde të korrupsionit, investitorë strategjik që i përdoren për ministrat tu dhe akrobat tua, kanë kundërshtuar me forcë ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Si kush t'i bëj ato? Ato i bën parlamenti dhe ti duhet largohesh me njëherë të dëgjosh zërin e qytetarëve dhe hiq dorë nga intrigat. Ka urdhëruar Blendi Goxhën tani që ta dinë qytetarët e të rit, ka urdhëruar Blendi Goxhën që në mënyrë që të shuaj protestet të organizoj sa më shumë koncerte. E dënoj këtë praktik. Pra, të shpenzohen 10 milion euro për të dëmtuar protestën, e cila ka qëllime shumë të larta dhe jam i bindur se me asgjë nuk mund të pengohet ky uragan pa realizuar qëllimet e tij.